Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, siç besoj jeni njohur përmes edicionit lajmeve në News 24, zoti Agron Shehaj, kreu i Partisë Mundësia, është përjashtuar me 60 ditë nga punimet e parlamentit, një vendim i cili hyn në fuqi në sesionin e ardhshëm parlamentar ose të paktën në nisjen e sezonit politik, pra në shtator. Kjo për shkak, siç thuhet, të grabitjes nga ana e tij të një dokumenti konfidencial që kishte të bënte me një marrëveshje mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti Shehaj është me mua në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët, kënaqësi jemi së bashku. Përse e morët atë dokument? Ne jemi në luftë të përditshme në kuvend, në luftë për të drejtën e fjalës, në luftë për të njohur me dokumentat dhe me ligjet që pastaj do votojmë, në luftë për të njohur me dosjen e Belinda Balluku që mbahet fshehur nga Edi Rama për ta mbrojtur, me luftë edhe për të hyrë në kuvend, siç e pat. Dhe ju thoni tani pse e morët, të marrësh apo dhe të rëmbesh një të drejtë. Është një krim? Nëse është krim, të rëmbesh një të drejtë, po, unë kam kryer një krim. Dhe do vazhdoj ta bëj. Dhe jo vetëm kaq, po unë i ftoj të gjithë shqiptarët të luftojnë për të drejtat e tyre, të luftojnë kundër padrejtësive, të rëmbejnë të drejtat e tyre. Nëse këta vazhdojnë dhe vjedhin qytetarët shqiptar aptas, nëse këta kanë 35 vjetë që i nxin jetën e qytetarëve shqiptar, është mbasi sepse nuk kemi protestuar mjaftueshëm, nuk kemi protestuar mjaftueshëm kundër padrejtësive, nuk kemi rrëmbyer të drejtat tona. Nëse presim që këta të ikin dhe të na lënë dhe të na njohin të drejtën, nuk kanë për ta bërë kurrë. Një drejt duhet të rrëmbehet nëse nuk jepet. Dhe këtë po bëj. Po luftoj kundër padrejtësive dhe po rrëmbej të drejtat e mia për të qenë aty, për të fajsuar opozitën, për të bërë opozitë dhe për të nxjerrë zbuluar gjitha krimet, korrupsionin dhe aferat e kësaj qeverie të korruptuar. Komisioni i Etikës tha që është e palishme të merret një dokument konfidencialiteti nga një deputet, kur ndërkohë ka të gjitha hapësirat e mundshme një deputet, thon ata, për ta lexuar atë dokument, firmosur ose jo pastaj është në dëshirën e tij. Ju përse u detyruat ta merrnit me vete këtë dokument për ta lexuar, siç keni thënë, dhe për ta rikthyer apo jo? Atëherë, këta duan deputet kukulla. Janë mësuar me deputet kukulla, që rinë aty dhe vendos Taulan Balla dhe Edi Rama çfarë duhet të thonë, kur duhet të flasin, kur duhet të flasin, çfarë të drejta kanë dhe çfarë të drejta nuk kanë. Është e drejta ime të njihesha me atë dokument. Ishte drejta ime që brenda ambientit të kuvendit të posedoja atë dokument dhe të kisha kohën e mjaftueshme për ta parë, për ta studiuar, për të konsultuar, për t'ju informuar, sepse pastaj do votoj. Pra ju qëndruat brenda absolutisht, po ata e thonë dhe ata vetë. Unë nuk kam dalë kurrë nga kuvendi i Shqipërisë. Ishte e kam marrë, ashtu siç vetë tha kryetari, por kjo nuk është një betejë thjesht ku do ta lexoja unë te salla ku than ata apo te salla e seancave ku isha unë. E kuptoj. Dakor? Kjo është një betejë për transparencë. Këta sjellin ligje, këta e trajtojnë parlamentin si paçavure për të pastruar korrupsionin e tyre, llumin që i ka zënë në këto vite qeverisje. Këta duan që ne të rrim aty, këta e sjellin projektligjin apo marrëveshje në mëngjes, pastaj thonë do mbledhim komisionin në drek dhe do ta votojmë pas dite. Çmenduri. Kjo është çmenduri. Kushtetuta parashikon që deputetët të kenë kohë të njihen me materialet, të kenë kohë të studiojnë materialet dhe të krijojnë bindjen e tyre si të votojnë pastaj në kuvend. Është e paimagjinueshme në asnjë demokraci në botë, flasim për demokraci në botë, vjen një propozim nga qeveria në mëngjes dhe votohet mbas dite. As në gjendje lufte nuk ndodh kjo gjë. Ku është shkelja e ligjit këtu kur ju pohoni, ata vetë pohojnë që nuk keni dalë nga institucioni kuvendit Shqipërisë? Kjo është i gjithë një mashtrim. Mos ndoshta duhet kishit informuar sekretarin që u rrëzua shkallët teksa ju ndiqte juve? Ky është i gjithë një mashtrim. Është thjesht një mashtrim. Është mashtrim, nuk ka asnjë shkelje, asnjë gjë. Asnjë gjë. Po ju përshtuar 60 ditë nga punimet e kuvendit për të shkelje, siç ata e konsiderojnë. Dgjoj, më kanë këta, jo vetëm kanë përshtuar 60 ditë tani. Këta më kanë përjashtuar 160 ditë nga fillimi i vitit. Jo, këtë herë është kërkuar edhe ndërhyrja e SPAK-ut për këtë veprim që keni bërë ju. Po e thanë, po nuk e bëjnë, se s'kan çfarë të bëjnë, sepse nuk mund të vënë atje për diçka që unë nuk kam bërë. Por nuk është ky thelbi. Thelbi është që këta nuk e pranojnë opozitën, nuk e duan opozitën. Këta janë mësuar ta kontrollojnë opozitën. Këta arritën deri aty, jo vetëm që kanë përjashtuar 4 herë 160 ditë nga fillimi i vitit. 90% kohës unë kam qenë i përjashtuar, nuk më duan në kuvend.
Nuk dua, nuk e pranojnë faktin që unë ju përplasën fytyrë korrupsioni këtu. Ta shkuan deri atje sa Taulandballi dhe Dirama dërguan njerëz përballë shtëpisë time ku jetojnë fëmijët e mi, bashortja ime, ndërkohë që unë jam në Tiranë. Do t'ju pyes edhe për këtë. Kjo është çmenduri. Do t'ju pyes, po mbetemi edhe për pak momente këtu, tek veprimi juaj, tek kërkesa e tyre për ndërhyrjen edhe të SPAK-ut. Pastaj për mungesën e opozitës, kur u votuan ato që u votuan në kuvend në orët e pasdites. Çfarë ju shqetësoi ju tek kjo marrëveshje, zoti Shehaj? Pra, cili ishte dyshimi që ngritët ju, që e morët pastaj dokumentin dhe me qetësi zgjodhët ta lexonit në sallën e kuvendit ku ju ndodheshit? Në sallën e kuvendit ku ndodhesha, absolutisht. Unë nuk kam shkelur në asnjë mënyrë, në asnjë moment, as ligjin, as kushtetutën, as rregulloren. Kryetari i kuvendit tha, shkojeni merreni atje dhe unë vajta e mora. Pik. Nuk kam bërë asnjë gjë. Prandaj nuk kanë çfarë të bëjnë. Sekretaren duhet të ishit njoftuar, ajo sekretaria që ju ndjek nga pas zërëzohet në përshkak. Sekretarja nuk duhet, nuk urdhëron sekretarja deputetët e kuvendit. Nuk është sekretarja që urdhëron. Sekretarja nuk ka asnjë përgjegjësi e shkreta. Unë në fakt sa po mora vesh pas isha larguar, isha në sallë, sa po mora vesh që ishte rrëzuar dhe e kam telefonuar, e kam për të siguruar që dhe thjesht i shpreh keqardhjen time për atë që ndodhi, po nuk kam asnjë përgjegjësi dhe nuk kuptohet që jemi njerëz edhe nëse dikush pengohet edhe lëndohet është na vjen keq. Sigurisht. Kështu që problemi është që këta për çdo gjë që na takon në kuvend ne duhet të luftojmë. Se po nuk luftove, nuk t'japin fjalën, po nuk luftove, nuk t'japin dokumentat, po nuk luftove, nuk të lënë të ysh as në parlament. Po fole pastaj, po nuk the çfarë duan ata, të pezullojnë, të kërcënojnë, të dërgojnë njerëz tek familja, të pezullojnë katër herë, nuk ka ndodhur kurrë në historinë e parlamentit të Shqipërisë që një deputet i opozitës të pezullohet 4 herë 160 ditë në as gjysmën e vitit. 160 ditë është çmenduri. Ju sa po tha tani interpretime absurde. Thotë do filloj pezullimi nga shtatori. Pse do të filloj pezullimi nga shtatori? Ky është vendimi që është. Po ky është vendimi sepse ata bëjnë çfarë duan. Imagjinoni vendimin e merr. Po ka mbaruar seanca. Ka mbaruar parlamenti punimet. Kush ka mbaruar parlamentin? Nga e dini ju? E dini që ka seancë? Ai ishte seanca e fundit. Jo, nuk është e fundit. E njëjtën ka seancë tjetër. Okej, ata kanë thënë që vendimi për ju hyn në fuqi. Po pikërisht ata mund të thonë edhe që vendimi 60 ditë skadojnë në dhjetor, në datën 31 dhjetor. Ata bëjnë çuditëra. Erën e fundit ata nuk më lejuan të hyjnë në parlament, sepse pavarësisht se kishte skaduar afati 30 ditor me kalendar. Është i qartë, ishte i qartë vendimi, më penguam sepse ishte Edi Rama aty. Por ata mund bëjnë çfarë duan, unë prandaj jam i detyruar të luftoj. Ju mendoni se mua un kam qef të përplasem me gardën dhe të ngrë zërin. Unë s'kam fare, do doja shumë që thjesht të më njiheshin të drejtat. Po çfarë duhet të bëj unë nëse shkoj në parlament dhe garda thot nuk mund të hysh në mënyrë të padrejtë? Çfarë duhet të bëj? Nuk duhet të reagoj, po duhet të reagoj. Duhet të reagoj, duhet të luftoj, sepse tërë jetën jam mësuar të luftoj për të drejtat e mia, të luftoj për atë për cilën për bindjet e mia. Duhet të luftoj, ta shikoj, unë e dia shumë mirë që nuk hyja dot në kuvend. Se s'mund të hyja në kuvend unë me 30 gardistë aty. S'kisha asnjë mundësi, por duhet ta shikonin të gjithë se si ndaloi hyrja një deputeti. Duhet të gjithë ta shikonin. Unë nuk mund të heshtja, nuk mund mos të reagoja, nuk mund mos protestoja. Dhe këtë bëj, dhe i ftoj të gjithë shqiptarët, protestoni, ngrini zërin, askush nuk ka për t'ju falur asnjë gjë. Të drejta duhet i rrëmbejmë. Dhe ky është ndryshimi i madh, dhe kjo është arsyeja pse nuk më duan aty në atë sallë. Nuk më duan qetësinë e tyre. Duan të bëjnë ato debatet e tyre. Do jeni në parlament në bazë të vendimit, i cili hyn në bazë të vendimit sot jo. Në bazë të vendimit, tani që flasim, unë nuk mund të hyj në parlament, duhet teorikisht, sipas ligjit, sipas rregullores, unë këto 60 ditë, që janë një skandal i vërtet, po mos t'i futemi fare, se dhe 60 ditë që është absolutisht një skandal, në rregullor është parashikuar që 60 ditë janë vetëm në rast përdorimi të mjeteve për tymues dhe piroteknike, kështu që nuk kanë lidhje me atë që ndodhi. Fare. Ata mendojnë që ju rrëmbyhet një dokument. Po nuk është e parashikuar në rregullore. Nuk është e parashikuar, dhe sikur të ishte vërtet. Është konfidencial. Po nuk është e parashikuar, rregulloria është e qartë. Kur dënohesh 10 ditë, kur dënohesh 20 ditë, kur dënohesh 30 ditë, kur dënohesh 60 ditë. Po aty nuk ka më parlament. Parlamenti ata janë një tufë të korruptuarish që mendojnë vetëm për veten e tyre dhe kanë një hall shumë të madh. Kanë problemin e drejtësisë dhe duhet të konsolidojnë pushtetin e tyre politik, sepse duhet të mbrohen nga drejtësia. Dhe problemi më të madh e ka Edi Rama në krye.
Edi Rama e di shumë mirë që ardhmja e tij në Shqipëri, sidomos tani që drejtësia po vepron, sidomos tani që protestuesit kanë dalë dhe kanë 2 muaj që protestojnë dhe kërkojnë që Edi Rama të dali para drejtësisë, Edi Rama e di shumë mirë që ardhmja e tij është ose në burg ose në Arati. Dhe do të qëndrojë në pushtet sa më shumë sepse e di fatin e tij, e di çfarë pret. Ju thatë se kryetari kërkoi nga gjithë deputetët që ju të dispononi dokumentin, ta lexonit atë dhe më pas të vendosnit për ta firmosur ose jo. Jo, po bëni nuk është shumë. Të gjithë do të firmosin dokumentin. Nëse do merje, do kisha akses tek marrëveshja, duhet ta firmosi dokumentin. Të gjithë që bëra dhe unë, e kam bërë gjithë tjerë. Për të ruajtur konfidencialitetin e dokumentit, nuk e kisha këtu. Ndoshta u shpreh unë gabim. Pra, ju dha të drejtën ta merrni dhe dispononit këtë dokument për ta lexuar, apo jo? Ju shkuat e morët të dokument dhe lexuat në sallën e kuvendit. Në dienin tuaj e mori këtë dokument ndonjë tjetër nga opozita? Nuk e di nëse kanë marrë apo jo. Ju pat njëri që të shkonte ta merrte si ju dokumentin dhe ta lexonte? Nuk e di, sepse me sa dëgjova aty një dokument kishte dhe këta kishin parashikuar që ne të vjeshim në radhë aty, po për ta lexuar. Të gjithë në radhë, 140 deputet, vendoseshim në radhë, ndërkohë në orën 3 ishte caktuar seanca për ta votuar. E kuptoj. Marrëveshjen. Ky ishte absurditeti. Opozita nuk ishte. Nuk e di çka ka bërë opozita, unë di ku isha unë. Jo, në orën 3 pak kur filloi seanca. Po, në seancë nuk ardhur, po. E kuptoj. Tani, unë e kuptoj që duhet të ruani konfidencialitetin e këtij dokumenti se keni firmosur, po derisa e lexuat këtë dokument, s'po ju pyes për përmbajtjen se ndoshta nuk duhet bërë publik. Derisa e lexuat këtë dokument, çfarë ju shqetësonte? Pra cili ishte dyshimi juaj për një dokument të tillë? Dokumenti nuk kishte gjë shqetësuese. Unë kam të drejtë ta lexoj. Kjo nuk do të thotë që me që zgjetë gjë kot që e lexove. Jo, nuk e kisha në këtë kuptim. Ne duhet të dimë se çfarë votojmë. Nuk e kisha në këtë kuptim, e kisha ndoshta juve mund të keni patur një dyshim caktuar. Ne duhet të informojmë çfarë votojmë. Kjo do të thotë që unë mund ta lexoj dhe të jem dakord pastaj me marrëveshjen. E kuptoj. Se ne prandaj e lexojmë, ne nuk mund të vemi të paragjykojmë një marrëveshje apo një vendim. Ne duhet ta lexojmë dhe pastaj të vendosim. Jemi dakord, si jemi dakord. E kuptoj. Shumë e thjeshtë. Si është kjo historia e këtyre denoncimeve publike që bën zoti Taulant Balla për pronat tuaja? E cekët pak më parë, ju thatë se janë dërguar njerëz në vendbanimin tuaj, atje ku qëndron familja juaj, fëmijët tuaj? Atëherë, unë nuk besoj se në Parlamentin e Shqipërisë ka një deputet tjetër që ka deklaruar në mënyrë të pastër, transparente, gjithçka çfarë posedon. Gjithçka që e kam krijuar me punë të ndershme, janë kompanitë e mia, është historia ime si përmarrës, kam marrë çmime për atë gjë, jam vlerësuar në media ndërkombëtare për suksesi që kam patur në biznes. Janë thjesht kërcënime të llojit do merri me ty, aq më tepër pastaj që kërcënimet nga kush vijnë nga njerëz që janë futur në politikë me xhepat bosh dhe janë bërë milionera fal politikës. Janë kërcënime që nuk kam për të arritur asgjë. T'ju intimidojnë, apo jo? Ju thoni se gjitha kjo bëhet për t'ju intimiduar, për t'ju mbyllur gojën. Absolutisht. Taulanti del, zjena 2 letra aty, po do veten SPAK, thot. SPAK, ku det vejnë SPAK? Unë s'kam asgjë, për se kanë mësuar me politikanë tjerë që ne themi e kërcënojmë se ai do ketë diçka dhe do ndalë. Nuk e kuptojnë që unë nuk kam, s'kam çat fshe, se çdo gjë e kam transparente. Nuk kam çat fshe. Unë pasuritë e mia, fëmijët e mi shkan një shtëpi në plazh ku shkojnë dhe unë e them se cila është. Kurse këta aty ke 140 deputet, pothuajse di se nuk e di për secilin prej tyre, janë gjithë pa shtëpi, janë gjithë me një shtëpi dhe me kuzhinë. Të deklaruar. Këta nuk vënë në plazh. Fëmijët nuk i çojnë në plazh. S'kan makina, dhe ato që kanë i kanë me kredi. Disa prej tyre kanë bashortet e pasura, kanë gjetur këtë modën, kjo është moda që kanë gjetur, justifikojnë gjoja se kanë bashortet e pasura, por kjo nuk ka asnjë rëndësi. Janë shqetësuar familjarët tuaj për këto veprime të fundit që kanë ndodhur? Ju kanë kërkuar të të riqeni nga politika për shkak të frikës që mund të kenë ndjerë për fëmijët sidomos? Bashkëshortja e di që ju mbështet, por në një rast si ky është trembur? Tani edhe nëse është trembur nuk e shpreh, kështu që shiko, kjo që ne po bëjmë, që unë po bëj, që ne të partisë mundësia po bëjmë, është absolutisht është e jashtëzakonshme. Është e jashtëzakonshme. Kemi filluar pak nga pak, gradualisht, por të përballesh me këta, të përballesh me një tufë të korruptuarish që mu janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për të mbajtur pushtetin e tyre, se sot nuk bëhet fjalë vetëm për të mbajtur paratë që kanë fituar.
bëhet fjalë vetëm për të patur dhe për të mbajtur privilegjet që kanë. Këta e din shumë mirë që ditën që largohen nga pushteti, do ju dalin të palarat dhe do përfundojnë para drejtësisë. Sepse deri dje luftonin vetëm për para, vetëm për pushtet. Sot luftojnë për të shpëtuar drejtësisë. Sepse kur më parë nuk ishte ndodhur që në Shqipëri të kishte drejtësi. Të kishte prokuror që venin dhe që hetojnë, arrestojnë, gjykatës që dënojnë njerëzit më të pushtetshëm në Shqipëri. Nuk e imagjinonin. Janë të dëshpëruar. Sa arrin deri aty, merret Aulan Balla me pronat e mia. Po Aulan Balla nuk e di që Edi Rama ka një vilë prej 1000 metër katror, 4 godina dhe ka deklaruar që vlen 400.000 euro? Nuk e di Aulan Balla, nuk e di qa pune i hap Edi Ramës? Po nuk e din të gjithë që Aulan Balla ka deklaruar një apartament me vlerë qesharake, ndërkohë jeton në 350 metër katror tek ambasador Treshi, një nga kullat më të shtrenjta Tiranës në mes Tiranës? Nuk e din, po e din njerëzit. E din gjithë. Nuk e din njerëzit se qa jetë e bën Aulan Balla? Po e din gjithë. Po ne s'do të merrem me Aulan Ballën. Ne do të mendojmë për të ardhmen. Ata qytetarët që janë në protest duan një Shqipëri ndryshe. Aulan Balla i përket kaluarës, Edi Rama i përket kaluarës. Duhet mendojmë për të ardhmen dhe nuk duhet të ndikohemi as nga kërcënimet se gjëja do më çojnë në SPAK, as nga kërcënimet se gjëja do më gjejnë mua, vene më kërcënojnë familjarët. Nuk ka shans që të ndalemi. Nuk ka shans. Ndërkohë imagjinoni, ndërkohë që këta janë të gjithë, vend të gjithë përballë SPAK-ut, për ditë përballë SPAK-ut dhe janë të terrorizuar nga SPAK-u, mua më vërsulin Ulsi Manjen me sekretariatin e etikës. E kuptoni? Unë që denoncoj këta, jam te sekretariati. Mua më dënojnë vazhdimisht sekretariati i etikës, pastaj kush e bën etikës, Ulsi Manja dhe Aulan Balla. Aulan Balla mbahet mend si një njeri që është aq i korruptuar dhe aq i përfolur sa njerëzit përdorin emrin e Aulan Ballës për të kërkuar para. E dini ju që para disa vitesh është dënuar dikush sepse i dërgoi një SMS, një sipërmarrësi, një biznesmeni dhe i tha: "Jam Aulan Balla, më duhen 100.000 euro." Është hetuar, është dënuar. Dhe ky sipërmarrësi, pa pyetur fare, ka marrë çantën me 100.000 euro, e ka futur në një taksi dhe ka dhënë taksixiut dhe e ka marrë mashtruesi. E kuptoni se sa e degraduar është kjo klasë politike? Mjafton emri, mjafton një SMS, "Jam Aulan Balla, më duhen 100.000 euro." Dhe tjetri merr çantën, ja jep taksixiut, pa pyetur, sepse kështu funksionon. E kuptoj. Megjithatë, socialistët duket se kanë nisur të kenë një reflektim pas edhe protestës që sot shënon ditën e 59. Dhe duan të punojnë fort për të tashmen, jo më për të ardhmen. Pra, le të punojnë për të tashmen, tha Rama, se këtë duajnë qytetarët. Pastaj le të mendojnë për të ardhmen. Kështu që krijuan një dokumenti Besës dhe po punojnë për kthesën mirëfilli të mandatit të 4. Pra, një kthes në këtë mandat të 4. Është i vonuar ky reflektim në gjykimin tuaj? A është real ky reflektim? Edi Rama do mbahet mend si kryeministri që i ka dhënë Shqipërisë 3 qeveri të korruptuara. Të gjitha qeveritë e Edi Ramës kanë patur të paktën nga një ministër të korruptuar. 2 ish zvendësat e Edi Ramës, njerëzit më të afërt e Edi Ramës, njëri është në Arati në Zvicër, tjetra është në akuzë për korrupsion. Dhe situata e saj po rëndohet për ditë. Kryetari i Bashkisë Tiranës është arrestuar para 2 vitesh dhe është në burg për korrupsion, i akuzuar për korrupsion. Edi Rama i ka tradhtuar prej kohës shqiptarët. Edi Rama mori besimin e qytetarëve shqiptarë dhe pastaj vodhi popullin më të varfër në Europë. Qeveria e Edi Ramës ka patur një ministër të shëndetësisë që ka vjedhur parat e ilaçeve, parat e spitaleve, ndërkohë që qytetarët shqiptar vdesin. Kjo është e vërteta. Ky është Edi Rama. Edi Rama besimin e qytetarëve shqiptarë ka humbur prej kohësh. Edi Rama fatkeqësisht ka krijuar me parat tona një sistem korruptiv ku oligark, mediat kontrolluara nga ai, shteti, kontrolli që ka mbi shtetin dhe me administratën, e ka bërë që ai të vazhdojë të qëndrojë në pushtet për kaq shumë kohë. Por tani ka ardhur fundi, siç thash, sepse drejtësia po vepron dhe dyta sepse njerëzit po protestojnë. Njerëzit po kërkojnë të rrëmbejnë të drejtat e tyre, të drejtat që janë mohuar. Si do të procedohet më tej? Ju do të vazhdoni të jeni pjesë e protestave, apo jo? Absolutisht. Cili është hapi i radhës që do të ndërmarrë Partia Mundësia? Partia Mundësia do vazhdoj të bëjë opozitë
ata mund të përjashtojnë mua, në kuvend vazhdon të jetë deputeti tjetër i Partisë Mundësia Kapri, parlamenti nuk është e vetmi hapësirë ku ne mund të bëjmë opozit, da bëjmë në rrugë, do ta bëjmë me qytetarë, do ta bëjmë në protesta, do ta bëjmë në media, do ta bëjmë në rrjetet sociale, kështu që nuk na ndalin dot, është e kot. Thjesht tregojnë se sa të trembur janë dhe se sa shumë janë të shqetësuar nga prezenca jonë në kuvend. Është çmenduri të përjashtosh kryetarin e një partie opozitare 90% të kohës nga kuvendi. Është çmenduri. Ta ndalosh me gardë, pa urdhër, pa vendim, thjesht sepse Taulant Balla nuk donte që Edi Rama të shqetësoj në seancën e fundit, kur erdhi dhe u detyrua të votonte, pavarësisht se voti i tij nuk ishte domosdoshme, sepse Belinda Balluku refuzon të shkojë në kuvend. Dhe atëherë detyrohet Edi Rama të vejë në vend të Belinda Ballukut. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit. Punë të mbarë në vazhdim. Shkojmë në një aftësirë publicitare, kthehemi sërish pas pak dhe flasim për LSE-n, flasim për Luarasin, japim si gjithmonë informacionin që ju kërkoni. Pas pak.